Në periferi të qytetit të Fierit jetonte një djalë me emrin Arlin. Ishte rreth të 30-ave, trup mesatar, flokë të errët dhe sy të qetë që fshenin më shumë histori se sa ai vetë do të dëshironte të tregonte. Kishte punuar disa vite si mekanik në Shqipëri, por si shumë të rinj, edhe ai kishte ëndërruar një jetë më të mirë jashtë. Ishte viti 2011 kur mori një vendim që do t'i ndryshonte jetën. Shkoi në Gjermani, fillimisht si azilant. Pastaj me kohë me ndihmën e disa miqve, arriti të qëndronte legalisht. Filloi të punonte në ndërtim, më pas në një servis makinash, ku kishte aftësi të lindura. Jeta nuk ishte e lehtë, por e mbante veten dhe familjen në Shqipëri me dinitet. Në një nga lagjet e përzierë të Hamburgut, ku jetonin emigrantë nga çdo cep i botës, Arlindi u njoh me një burr senegalez, Mamadou. Ishte tip shumë i qeshur, me një shpirt të gjerë dhe një zemër të madhe. Nëpërmjet tij, Arlindi u fut në një rreth të ngushtë shokësh afrikano-lindor, me të cilët niste të kalonte fundjavat, duke ngrënë ushqime pikante e duke dëgjuar ritme të larmishme të Afrikës. Ishte në një prej atyre mbledhjeve të fundjavës, në një park të thjeshtë pranë Elbës, kur sytë e tij u kryqëzuan për herë të parë me Ajanën, një vajzë me fytyrë të qeshur, sy të mëdhenj dhe një buzëqeshje që e bënte çdo hap më të lehtë. Ajo ishte nga Ghana, 27 vjeç, motra e Mamadou. Kishte ardhur për të studiuar infermierin, por gjatë pandemisë i kishte ndalur shkollimet dhe punonte në një azil plesh. Arlindi nuk foli shumë atë ditë, por sytë e tij nuk u ndan nga Ajan. Ishte diçka më shumë se thjesht bukuri fizike, ndjente një lloj ngrohtësie që nuk e kishte ndjerë prej kohësh. Javët pasuese, Arlindi nisi të frekuentonte më shpesh rrethin shoqëror të Mamadout dhe në mënyrë të natyrshme, ai dhe Ajana u afruan. Bisedonin gjatë, qeshnin shumë, e me kalimin e kohës, lidhja e tyre mori trajta më serioze. Familja e Arlindit nuk ishte shumë entuziaste kur dëgjoi për lidhjen. Ema, një grua tradicionale nga një fshat afër Patosit, i tha: "More birë, po ti zgjen një shqiptare andej? Ç'të lidh ty me një vajzë me ngjyrë? A jemi ne kaq të varfër sa s'na sheh më njeri?" Por Arlindi kishte një bindje që nuk i lëkundej. Ajana ishte njeri me shpirt, e dashur, punëtore dhe mbi të gjitha, e sinqertë. Me kohë, kur ajo erdhi për herë të parë në Shqipëri, edhe familja filloi ta pranonte. Ajo mësoi të përshëndeste në shqip, i pëlqente byreku dhe respektonte çdo zakon shqiptar. Madje, në dasmën që organizuan në Gjirokastër, ajo veshi një fustan tradicional shqiptar, duke rrëmbyer zemrat e të gjithëve, por kjo histori nuk mbaron këtu. 2 vite pas martesës, Ajana u kthye për një kohë të shkurtër në Ghana për të vizituar familjen. Atje, ndodhi diçka e pazakontë. Motra e saj më e vogël, Keita, kishte pësuar një aksident me motor dhe nuk mund të punonte më. Kishte nevojë për dikë që të kujdesej për të, pasi familja ishte në kushte të vështira ekonomike. Ajana propozoi që ta sillte në Gjermani për pak kohë, që të kurohej dhe të kishte një jetë më të mirë. Arlindi, ndonse me një farë hezitimi në fillim, pranoi. Keita ishte shumë ndryshe nga Ajana. Më e heshtur, më e ftohtë në pamje të parë, por me një ndjeshmëri të thellë që fshihej nën sipërfaqe. Kishte sy të mëdhenj gri, një kombinim i rrallë për prejardhjen e saj dhe një mënyrë të shikuarit që të bënte të ndihesh e zbuluar. Me kalimin e kohës, Arlindi dhe Keita krijuan një lidhje të çuditshme, fillimisht respekt, pastaj një lloj mirëkuptimi që kaloi kufijtë e zakonshëm. Një natë, kur Ajana ishte në turnin e tretë në punë, Arlindi dhe Keita biseduan më gjatë se ç'duhej. Kishin pirë pak verë, po ndanin kujtime nga jeta e tyre, vuajtjet, ëndrat, humbjet. Dhe ndodhi një puthje e papritur. Në fillim menduan se ishte një gabim. Nuk foli askush për ditë të tëra. Por më pas, ndjenjat u thelluan. Ishte një situatë e papërballueshme. Keita vendosi të largohej. U kthye në Ghana, duke i thënë Ajanas vetëm që nuk ndihej mirë në Gjermani. Por ajo la një boshllëk në jetën e Arlindit, një boshllëk që ai nuk mund ta injoronte. Pas një viti të ngjeshur me mendime, ndjesi faji dhe rrëmuja emocionale, ai foli me Ajanan. I tregoi gjithçka.
Ishte gati të humbiste gjithçka, vetëm për të qenë i ndershëm, ajo qau. E la shtëpinë për disa javë. Por kur u kthye, ajo i tha diçka që ai nuk e priste. Në kulturën time, dashuria nuk është vetëm çështje pronësie. Nëse ti ke ndjenja për motrën time, kjo më lëndon, por nuk të urrej. Unë dua të jetosh me të vërtetën tënde. Në muajt që pasuan, ndodhi një diskutim i gjatë mes 3 palëve. Keita u kthye në Gjermani. Fillimisht për të provuar, më pas për të qëndruar. U bë një marrëdhënie e pazakon, e vështirë për të kuptuar nga jashtë, por e sinqert në thelbin e saj. Dhe ndodhi ajo që shumë do e quanin të pabesueshme. Arlindi u martua edhe me Keitën në mënyrë simbolike, pa dokumente, por me ndjesi të plot për kushtimi. Familja e tij në Shqipëri nuk e pranoi kurrë këtë zgjedhje. Madje, e ama nuk foli me të për më shumë se 2 vjet. Por Arlindi e dinte që kishte zgjedhur një jetë të vërtetë, ndonse jashtë normave. Ai ndërtoi një shtëpi ku kishte vend për të dyja motrat. Nuk kishte xhelozi. Kishte një ndarje të kujdesshme të kohës. Një mirëkuptim të thellë mes tyre dhe më e rëndësishmja, kishte dashuri. Pas 5 vitesh, Ajana i lindi një vajzë që e quajtën Lira. 2 vjet më pas, Keita solli në jetë një djalë, të cilin e pagëzuan me emrin Arben. Të 2 fëmijët e thërrisnin Arlindin baba dhe nuk dinin ndonjë ndryshim në këtë mënyrë jetese. Për ta, ishte thjesht dashuri. Në vitin 2024, një dokumentarist norvegjez që kishte dëgjuar për këtë histori të pazakontë, udhëtoi drejt Hamburgut dhe intervistoi Arlindin dhe të dyja gratë. Dokumentari titullohej Një zemër, 2 dashuri, historia e Arlindit dhe u transmetua në disa festivale europiane. Ishte pikërisht përmes këtij dokumentari që shumë shqiptarë dëgjuan për herë të parë për këtë histori dhe u ndan mes kritikëve, skeptikëve dhe atyre që ndjenin frymëzim. Sot, Arlindi vazhdon të jetojë me Ajanën dhe Keitën në një shtëpi 2 katëshe në periferi të Hamburgut. Ai nuk pretendon se jeta e tij është perfekte, por thot me bindje, unë nuk jam hero. Thjesht kam ndjekur dashurinë, edhe kur ajo më çoi në rrugë të pazakonta.